Kruja prej dekadash njihet jo vetëm për historinë dhe trashëgiminë kulturore, por dhe për një traditë të fortë në shërbimin shëndetësor. Spitali i qytetit dhe poliklinika kanë qenë ndër institucionet më të rëndësishme, ku një numër i konsiderueshëm mjekësh kanë ushtruar profesionin me përkushtim të lartë. Aktualisht, Spitali i Krujës funksionon me 3 salla operacioni dhe një staf mjekësor që vazhdon të mbajë në këmbë shërbimet bazë për komunitetin. Mjekët që kryejnë ndërhyrje kirurgjikale përfaqësojnë një halkë të rëndësishme të këtij sistemi, duke garantuar shërbim të vazhdueshëm për qytetarët. Mjeku i urgjencës në këtë spital, me një eksperiencë për 32 vitesh, tregon se bashkëpunimi mes kolegëve ka qenë gjithmonë i pranishëm. Sipas tij, një pjesë e mjekëve të Krujës kanë ushtruar dhe vazhdojnë të ushtrojnë profesionin edhe pranë spitalit në Laç, duke zgjeruar kështu shërbimin përtej kufive të qytetit. Ky model bashkëpunimi ka funksionuar që në kohën e sistemit monist, kur mjekët e Krujës shërbenin dhe jashtë rrethit, në zonat më të thella dhe më pak akses në kujdesin shëndetësor. Një ndër figurat më të spikatura të këtij komuniteti është mjeku neuropsikiatër Rifat Daci, i cili dhe në moshën 79 vjeçare vazhdon të jetë aktiv në profesionin e tij. Ai kujton me nostalgji kohët kur mjekët e Krujës njiheshin për eksperiencën dhe profesionalizmin, si dhe për përkushtimin ndaj pacientëve. Shkoshim me autobusin e shoferit që ngjashtë mjesit, se ndryshe nuk do të arrije. Se edhe atje për një ditë mbuloje punën e gjithë javës ishte vështirë. Do të shkoje herët që të marroje vizitat. Fshat pa shkuar me pas punë nuk kam plan, rreth dhe Krujës dhe të Laç. Pa kujtim atje nga më të ndryshmet, pa për raste të rënda që me zëri kemi transportuar kur ka qenë nevojë për të sjellë spital ose për të transferuar në Tiranë, ka pas raste boll. Nga më të vështirat, që rrugët mungonin mjetët, me thënë drejtën, tash janë rregulluar çdo gjë, është më ndryshe. Unë kam pas rast veçantë, domthonjë që ka kena rrezikuar të shkollë me makinat personale, edhe mu përplas, duke që urgjent s'mujnë me makinat personale. Me thënë drejtën, mjeku duhet të jetë human, po si human nuk është mjek, tradhtar, me thënë drejtën. Po nuk e kuptove të s'mujnë që ka halli, që duhet të zgjidhësh hallin, pastaj kopsh. Bëjmë konsulta, bëjmë kështu, her mas herë në të ditëlindjet që janë banat që kena dalë në pension të shi, bëjmë një koktejl vogël me kafe në mjes, kush ka ditëlindje njëri, sot tjetër mas 4-5 ditë mas i muj, mlidha. Unë në Krujë kam qenë klasë 5, dhe klasë 5, 6, 7 i kam bën Krujë. Pastaj kam ikën bot mesme në Tiranë, pastaj fakultetet. Është e mirë. Krujë ka klimën e mirë, ka qetësinë e mirë, ka njerëzit e mirë dhe të qetë. Të thënë drejta. Edhe të respektueshëm, sigurisht. Krujë ka vlera. Përveç tjerave si pozicion gjeografike janë tjetër që ka vend turistike këty, po ka vlera edhe si qytet edhe si popull. Edhe sot, ndonë se në prag të 80-tave, ai vijon të kontribojë në fushën e tij, duke dëshmuar se mjekësia për të nuk është thjesht profesion, por mision. Historia e mjekëve të Krujës është një dëshmi e gjallë e përkushtimit dhe sakrificës, një trashëgimi që vazhdon të jetojë përmes brezave dhe që mbetet thelbësore për shëndetin e komunitetit.